me këtë zhurmë. Osman Urdo. Kopimi I programit Partisë Demokratike nga Edi Rama erdhi pas rënjes dramatike të sondazhe, të pikëve të tij në sondazhe, mbasi shqiptarët I përcollën me neveri programin e tij për Zhapi, Hardhuc, Zhaba dhe Thithilopa, e përcollën me neveri keqpërdorimin e Bravs për të hutuar shqiptarët dhe konstatoi se shqiptarët janë të interesuar, jetësisht të interesuar për pensionet, për rrogat, për luftën kundër korrupsionit, pra për mirëqenien e tyre. Ajo çka mund të them shqiptarëve se në historinë e premtimeve Edi Rama ka vetëm një rekord: mashtrim, mashtrim, mashtrim. Dhe kur të gënjen një herë, çdo njeri mund të gënjehet. Nuk do thot gjë. Kur gënjen 2 herë, ke gënjue vetën, po gënjeve për të 3. herë, është e tmerrshme. Është një lloj si të besosh gënjeshtrat të tua. Ai që gënjehet 3 herë, ai I lejon vetës të besoj gënjeshtrat e veta. Atëherë nuk ka më faj Edi Rama. As me 2, as me 3. Pse e them këtë? Nuk e them këtë vetëm me 62 premtimet e tij të pambajtura asnjë prej tyre, 300.000 vende pune, heqje të VSH-s për ushqimet, legalizimet, sikur edhe në veri të ngrihej nga varri, thot, nuk do mund të na pengoj legalizimet pa prishje dhe asnjëherë. Uljen e çmimit të energjisë elektrike që rriti nga 77 në 95, zgjidhjen personalisht, se do merrej personalisht me 2 gjëra, me legalizimet dhe ujin e pishëm. Pra shqiptarët në memorien e tyre nuk gjejnë dot asnjë premtim të mbajtur nga Edi Rama. Vetëm mashtrim, mashtrim, mashtrim. Vim tek premtimit e fundit. Para 15 muajsh, personalisht tani, kam dërguar në parlament ligjin për minimumin jetik. Kam dërguar në parlament ligjin për minimumin jetik. Me qëllim që ky ligj të miratojë dhe të mos mirë të karakter politik, unë përzgjodha minimumin jetik të përllogaritur nga avokati I popullit me ndihmën e organizatës botërore të punës, ILOS. Pra ishte plotësisht kredibel se nuk kishte abuzim politik në përllogaritin e tij. Pavarësisht se ai sot ka ministra që thonë se në Shqipëri jetohet mirë me 140 euro. Imagjinoni jam thonë. Por
ata e mbajtën ligjin dhe betej pas beteje, Edi Rama e hodhi poshtë dhe nuk pranoi kur ta votonte. Çfarë sillte ligji i minimumit jetik? Ligji i minimumit jetik sillte midis tjerash, në mënyrë automatike pensioni minimal 200 euro, sepse nuk mund të kishte pas vendosjes minimumit jetik asnjë shqiptar që merrte në dën 200 euro. Sot ka pensione të plota minimale në fshat 120 euro. Sot pensionet 57% e gjithë pensioneve në Shqipëri janë të pjesshme dhe jo të plota. Kështu që vendosja e minimumit jetik ishte edhe megjithatë, në qoftë se Edi Rama do të provojë se nuk është një rrenc 2 metra, le të vi ta votojmë nesër në parlament, ta thrasim parlamentin, ta votojmë ligjin. Ja, të vi nesër. Grupi ynë parlamentar do të lënë, deputet tanë do të lënë çdo gjë, edhe do vinë në parlament ta votojnë ligjin. Por nuk ka më keq se tallësh të mashtrosh njerëzit në nevojë. Edi Rama kishte 8 miliard euro në Tovolin. 8 miliard euro në Tovolin e kryeministrit. Dhe la për pensionistët 16 milion euro. Ndaj, të përdorësh për qëllime politike vuajtjet, dhimbjet që u krijon me varfëri të tjerëve, rrezikon të marrësh ndëshkime shumë të rënda. Pra e bëri krejtësisht për të shpëtuar nga pikë që po I fundosen, sepse mendoj se do I mashtrojë shqiptar. Luli kështu, luli ashtu, ky zhabat, bërtkocat, këto, ato, kurse veta ai. Dhe pyetja e dytë, zoti Berisha, lidhet me sektorin e ndërtimit, cilët ju folët pak në fillim të fjalës tuaj. Dhe në fakt është një çmenduri ajo çfarë po ndodh me çmimet në Shqipëri të apartamenteve apo edhe qirave të ndryshme, duke e krahasuar Tiranën me vende të zhvilluara si Gjermania, Franca e të tjerë. Por në fakt ju thatë se çmimet e larta në ndërtim vinë si shkak I taksave të larta, ndërkohë që raportet ndërkombëtare flasin edhe për një kthim të parave nga burimet kriminale që sjellin rritjen fiktive të çmimeve. Si do e parandaloj Partia Demokratike këtë çfarë po ndodh me shitjen dhe qirat e shtëpive? Absolutisht është e vërtetë ajo që thot raportet ndërkombëtare. Por ne I marrim gjëra siç janë. Së pari, këto çmime, 10 fish, 20 fish, këto shkojnë të gjitha në çmimin e sipërfaqes ndërtimit. Dhe nuk blen ndërtuesi, po blen klienti. Klienti s'blen dot, qytetari nuk blen dot. Së dyti, merri kullat, që ne I quajmë monumentet të drogës dhe korrupsionit. Është e faktuar që 80% ose më shumë e financimit tyre nuk vjen nga bankat, vjen nga nën toka. Vjen nga nën toka me bekimin e Edi Ramës. A e dini ju kush është në këmbësja e Ramës për lejet dhe për projektet? Ajo është zonja Roko, motra e 2 lejtnantëve të Suelçels. Faktikisht, lejet e ndërtimit dhe projektet I menaxhon Edi Rama me Suelçelën. Kjo është e vërteta. Zero tolerancë ndaj krimit organizuar.
Zero tolerancë. Ata do të kenë atë fat që kanë patur bandat në vitet 2008, 2005, 2013. Kudo që të do, sot ata janë të lirë. Sot, Suel Çela bën ligjin në lagjin e tij. E dini gjithë të Elbasani përveç Matrix, përveç ky Proda, Matrixi i policisë, edhe Dumani i skapit se nuk din se ku ndodhet ai. Ai është i lirë. Altin Hajri është i lirë. Dhe kërcënon njerëzit rrugëve. Troplini drejton de facto portin dhe lojrat, po e mbush Durrësin 4 anë me lojra fati, që ndanë të ardhurat me Partinë Socialiste dhe Edi Ramën. Bajrët, po shndrohen në një bankomat për shpërndarjen e narko-eurove sipas ligjit të bandës. Plum Gjoka nga Qelia drejton bandën e banditët e tij në Velipoj. Ta harrojnë. Mbi ta do rëndoj i të mërshëm krimi elektoral, ta majnë më mirë. Përveç krimeve tjera, vepra merran kriminale do u konsiderohet pas vrasjes krimi elektoral. Kështu që kjo është pra, ne do i presim ato burime. Si mundet të përballen njerëzit me rrogat më të ulta, me çmimet më të larta për shërimin, me çmimet të larta për ushqimet. Ky është një mekanizëm i spastrimit etnik të këtij populli nga kjo bandë, nga ky regjim që bazohet mbi krimin, vjedhjen e tyre. Zoti Berisha, Mariglen Kumen nga MCN, ju në programin tuaj deklaruat pak